Zoti Berisha, ditën e sotme mblodh Këshilli Ekzekutiv i DEU-s, çfarë u diskutua dhe çfarë vendime morën ditën e sotme? Përsëri sot, Shqipëria ishte në epicentër të vëmendjes, mund ta themi, të ekzekutivit, të IDU-s që përbëhet nga kryesia dhe përfaqësuesit kryetarët e të gjitha partive anëtare. Mund të them se mbledhja u çel nisi me një rezolut për gjendjen alarmante në Shqipëri nga regjimi autokratik i Edi Ramës. Kjo rezolut, e cila mori mbështetjen e plot të gjitha forcave politike anëtare të EDU-s, trajton problemet madhore të Shqipërisë, trajton gjërësisht farsën elektorale, kapjen totale të shtetit nga krimi, banda dhe kartelet e drogës, përqendrimin e gjitha pushteteve në dorë të një njeriu, bllokimin e luftës kundër korrupsionit, ngadalësimin e proceseve të integrimit. Për këto shkaqe mburojnë e ngritur ndaj prokurorisë speciale dhe sistemit të drejtësisë për vjedhjet dhe shpërdorimet e ministrit Edi Ramës dhe ministrave të tij, lidhjet e niveleve më të larta të karteleve drogës dhe krimit me qeveritarët, shndrimin e Shqipërisë në një parajs për kartelet e drogës, organizatat kriminale dhe bandat, ndërkohë në një vend të pajetueshëm që braktiset masivisht nga shqiptarët. Dhe njëherë shpreh mirënjohjen më të madhe, të pakufishme, ndaj presidentit Harper, ndaj të gjithë miqve dhe kryetarëve të partive të EDU-s për këtë mbështetje të plot që i dhanë, dhe mund të themi edhe një herë që mbledhja kryesore që është samiti, i këtij samiti, u çel me rezolutën për Shqipërinë. Pati sigurisht rezoluta tjera për Tanzaninë, për Iranin, por ajo që ishte specifike, sepse Shqipëria, një lloj si Tanzania, një lloj si vendet më të diktatoriale të Afrikës, është vendi i burgosurve politik, i përndjekurve politik, tronditje, krijoi denoncimi që ne bëm i paraqitjes në sallën e gjyqit në kafaz të qelqt i ish kryeministrit, ish presidentit dhe ish kryetarit të parlamentit vendit Ilir Meta. Pra, ishte një samit jashtëzakonisht i rëndësishëm për Shqipërinë, për opozitën shqiptare dhe për shqiptarët. Ndërkohë, mund të them se punimet 2-3 ditore të këtij samiti të IDU-s ishin përsëri shumë dobishme. Ju e pat dje se si Shqipëria pati unë isha në një panel kushtuar zgjerimit dhe në këtë panel kushtuar zgjerimit unë pata mundësi të ekspozoj plotësisht problemet madhore me të cilat haset procesi i zgjerimit në Shqipëri dhe në rajon. Theksova se farsa elektorale, përqendrimi i gjitha pushteteve në një dorë, përcaktimi i rezultateve të zgjedhjeve nga kartelet e drogës dhe organizatat kriminale,
bllokimi i sistemit drejtësisë, mbrojtja e Ballukut, Akshi dhe aferat të tjera, por edhe nismat aberrative Tiranë-Beograd, duke filluar që nga ndryshimi i kufive dhe ndarja e Kosovës, duke vazhduar me Ballkanin e hapur dhe tani sfundi me letrën e publikuar nga binomi Vučić-Rama për të kërkuar jo antarësim të plot dhe dinjitos, por të dorës së dytë, pra vetëm tregti të lirë dhe lëvizje të lirë, janë faktor jashtëzakonisht negativ në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian në rajonin tonë. Sikundër, garantova se Partia Demokratike ka qenë dhe mbetet një promotor i fuqishëm i proceseve të integrimit evropian. Janë njoftuar dhe kemi patur takimet vazhdueshme dhe njëherë më njojën më thellë kryeministit Penković për pritjen e përzemërt në takime përzemërt që organizoi, pritjen e përzemërt që shtroi mram për të gjithë delegacionet, presidentit Harper për kujdesin e veçantë që tregoi dhe interesin e veçantë që tregoi për Shqipërinë, takime tjera me kryetarët partish, me ministra të jashtëm, takime në të cilat ne ram dakord që të zgjerojmë bashkëpunimin bilateral dhe në kuadrin e kësaj organizate multilateral në interesin më të mirë të opozitës shqiptare. Faleminderit.